Pe kësaj 20-shës, lajmi më i mirë për aleancën, po edhe për mu si qytetar në këtë rast, është numri 2 Besnik Tahiri. Unë mendoj që më në fund aleanca ka kuptu që është më thonë rëndësin që e ka zoti Tahiri si deputet. Në sytë e mi është një pej deputetve të përgatitur, i cili e din punën mirë me bo dhe din me debatu, din me diskutu në kuvend, kështu që numri 2, në zgjedhjet e kaluara më duket e ka pas 10 ose 11. Nështë armal me qitë zgjedhjet e kaluara me bo një krahasim që me i pa këto lëvizjet mas të qemi pe non shkurtit të këtu veç me pa që shkan lëviz. Nxjerrma 10-shën e paraprake të AK Nisma, domethënë në shkurt AK e Nisma kanë qenë bashk, po krahasime. Top 10-shja e AK-s 28 dhjetor, top 10-shja e AK-s 9 shkurt. Ramush Haradinaj? Po, do më thonë, natyrisht që ka pësu ndryshime për shkak se nëse shohim listën e zgjedhjeve të kaluara, ka partnerët koalicionit zotin Limaj, zotin Lushtaku edhe zonjën Izmaku. 13 që dashmi avon partnerëve të koalicionit. Ndo ky Lushtaku ka qenë iniciativa që ka qenë ajo për... Ideal, po. Nurettin Lushtaku ka qenë ideal. E kem pas edhe zotin Gjini se kanë qenë edhe këta kryetarët e komunave në krejt partitë politike thujse si kandidat. Kështu që tash është më e pastrume. Besnik Tahiri nga pozicioni 10 kur ka qenë, ka kaluar në pozicionin numër 2. Edhe Bek Berisha është në gjitë nalt, numër 4. Bek Berisha është edhe shefi shtabit të aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Dy pozicionet të grave, Treshi edhe Gjarshi janë ato që kanë qenë, ndërkaq zonja Kukaj ka ardhur nënta në vend të zonjës Izmaku, do më thonë. Të kjo 10-shja kas nga përshtypja dhe pozicionimi shumë nalt i Gani Dreshajt, i cili përpara ka qenë, po pastaj ka pushu më duket aktivitetin, është rikthyer. Një rikthim, do më thonë, edhe natyrisht edhe Arber Tola, i cili në zgjedhjet e kaluara ka qenë diku mrapa. Ky ka qenë një deputeti i AK-s, nuk e dinë se në legislaturë, po ka qenë. Edhe herën e kaluara ka qenë goxha poshtë i pozicionuar numër 34. Numër 34. Kështu që Petro të 4 tash është pozicionuar numër 5. E pa të ndru AK-ja edhe u kon kandidat për kryetar të PES. E pa të ndru në momente mande e pa të vendosur Rustem Berishën. Fillimisht e ka pas Arber Grabovcin, s'ju pa të pëlqy kandidatura, në zgjedhjet e kaluara të 2 ministënitës. Mas Arber Grabovcit e pas vendos Arber Tolajn, as ky s'ju pa të pëlqy që është po performon gjatë pjesës para fushatës, e në fushate pa të vendos Rustem Berishën. Vetë se prap, Ermal nëse shohim kështu si listë, dominon pjesa e Dugaxhinit ku ka dhe bazën kryesore, do më thonë, AK-ja, zoti Haradinaj, zonja Kadriaj, zoti Berisha, zoti Tolaj, zoti Lekaj, zoti Dreshaj, zoti Qeku, si përjarde, pra po thomë, do më thonë, 11 që pastaj Ramadani, Albana është Suarekës. Pastaj, nëse shkojmë në matutje, Dëmhasaj që ishte herën e kaluara goxha mrapa, tash është në 14, kështu që prap se prap, po... Besniku është dhondër i Gjakovës. Mendoj që pozicionimi i zotit Tahiri numër 2 është për një me, që shme thonë, veprimi i duhun i AK-s nga tras, natyrisht se aty ka, se tash se cila parti ishe edhe e din sakt ku ka, që shme thonë, interesa ma shumë për vota, për shembull të zoti Lekaj, natyrisht se synon një elektorat në rrethinat ku prej nga ka përjardhjen zoti Lekaj, edhe shumë normale në perspektivin teme me vendos aty ku është, në kuptimin edhe backgroundit jo vetëm politik, po edhe backgroundit fetar, që kanë si përfaqësim edhe parti tjera që i kemi pa me këto prurje që i kanë pas ditëve të fundit. Këtu mund të përfitoj